gatshme, e papranueshme për pjekje e tij për të sfumuar uraganën e fuqishëm me antimitingje anakronike, gjoja po festoj 85 vjetorin e Partisë Krimit. Është cinike, është poshtruese dhe fyese për çdo shqiptar. Ti kundërvihesh protestë qytetare dhe të rinisë shqiptare me takimin e zgërbonjave të krimit të Partisë Socialiste, takime që ngjasojnë nga Alfa tek Omega me takimet e mafjes. Edi Rama duhet të heqë urgjentisht dorë nga antimitingjet. Të heqë me njërë dorë nga antimitingjet. Të mos sfidoj uraganën e fuqishëm paqësor të rinisë studentore me antimitingje mafiozësh, banditësh, delinkuentësh. Të mbledhur me detyrim. U bëj thirrje socialistëve të braktisin antimitingjet e Edi Ramës kudo që janë dhe të mos harrojnë se ato nuk janë, s'kan asgjë të përbashkët me idealet e Partisë Socialiste. Se ajo parti ka marrë fund se ekziston, është shndruar në rivdekjen e saj, që rilindja gjoja, që e varrosi Partinë Socialiste. Ndaj dhe edhe njëherë dënoj me forcën më të madhe, i bëj thirrje opinionit publik ndërkombëtar, atij politik dhe atij publik të mbështesin fuqishëm këtë protestë, e cila ka përcaktuar si mision shpëtimin e Shqipërisë nga diktatura autoritare apo narkoregjimi i Edi Ramës.